Nuk vizaton veç me dur, po edhe me kom, po me kom që shlinde, ka janë nisi me kom. Kjo ka qenë vetëm e rastishme. Për me dy dur është një ngarkesë ma e madhe. Oho. Tupo. Përshëndetje miq të gazetës Demos dhe podcastit Tupo, mirë se po takohemi edhe në këtë të shtunë. Njerëzit kanë aftësi të ndryshme, kanë profesione të ndryshme, po dikush i ka për neve të pazakontaje, për ata janë të zakonshme se nuk i duket ndaj sen që wow, çish mundet me na u duk neve. Kështu që sot në studio bashkë me mua Selvete Kelmendi, e cila nuk vizaton vetëm me një dorë, as me dy dorë, po me dy dorë e me dy kam në të njëjtën kohë. Kështu që përshëndetje për Selvetin. Përshëndetje. Mirë se erdhe mas pari. Faleminderit për ftesën. Se pak rrugë e gatë, më thotë ti ke ardhur për Gjermani në Kosovë. Çu shkoj rruga deri në Kosovë? Çu shart, më shka erdh? Po mirë, kemi fluturu. Ani super. Çka ke ideja marrë në Kosovë? Keni pas diçka plane, nashta veç ke ardhur me vizatu diçka ose je ardhur nashta ekstra edhe për intervistë në Kosovë? Kemi ardhur për me i vizitu familjarët. Kjo është arsyeja. Sa shpesh vjen në Kosovë? Kështu si fillim po du me të pyet. Sa shpesh vjen marrë në Kosovë? Po vim shpesh. Këtu në Kosovë e ushtron si profesion çto që na veç e përmendëm me vizatu me dorë me kamat kanë thirr dikush ma herët për shembull me thonë ja bunaj vizatim ose diçka, atë bie me bovish në Gjermani. Këto kur të vija ma shumë e kaloj kohën me familjar, kur të kom kohë ma shumë në Gjermani. Super. Apo na tregon pak në cilën periudhë keni shkuar në Gjermani, çka keni studiuar atje? Atje kam shku në vitin 2004. Unë ushtroj një punë krejt tjetër se nuk ka kur gjo me artin, punoj me refugjat. Apo na tregon me çfarë nacionalitetit bie me punu të pas parasysh që e dina që në Gjermani nuk ka vetë shqiptar as vetë gjerman, ka nacionalitete të ndryshme. Kam shumë nacionalitete. Për shembull, çysh është me punu me shqiptar në Gjermani, cilat janë kërkesat e tyre kur vinë aty te ti? Ja, është ndjenje mirë, më pëlqen. Co ka qenë e vështirë fillimet e tua në vitin 2004 kur ke shku atje mu ambientu atje? Mendoj që çdo fillim për secilin njeri është i vështirë, jo vetëm për mua, po familja ime ka qenë atje dhe kum pas për kraje edhe nga familja. Do të thonë ti e ki edhe familjen në Gjermani? Po. Ata jetojnë atje? Po, i kam krejt familjen në ngushtë. Qysh? Vllazërit, motrën. Sa ju bjen me ndoku kështu për njëri tjetrin juve që jetoni atje, tu pas parasysh që nuk e keni sikur nana është tani 8 orë punë edhe mandej me pas kohë për gjithë secilin, qysh atë bjen kohë edhe atje me pas kohë për familjen, për fëmijën, për bashkëshortin? Po normal është pa koha e kufizume, po gjojmë kohë çdo herë. Çka ban kështu, çka e vren që bëjnë shqiptarët në kohën e lirë në Gjermani kështu? Ose ju si familje, a veç delni me vizatu, nashta veç merrni me artin, kështu kur keni kohë të lirë? Unë ndaj kohën edhe në shumë gjëra tjera, kam familje, fëmijë, merrna ka pak me sport, me aktivitete tjera, kam edhe hobi tjerë. Do të thonë, në përveç artit pas ke hobi edhe të tjera, çfarë hobi tjera ki? Më pëlqen sporti, ka pak instrument. Po më intereson ju që jetoni atje. Tash po bëhet një kohë e gatë që pas ke shku gati 21 vjet, ndaj çka çështo, sa je kështu tradicionale për shembull. Sa të pëlqen punë të shtëpisë, sa të pëlqen me gatu ka shtëpia atje se juve atje ju bjen me nda pak më shumë nashta kohë për këto ushqimet që na i bojnë në shtëpi kështu të kohën. Në vikend merra më shumë me familje, me punë të shtëpisë, e gjatë javës, po më shumë kohën e kam në vikend. Sa i pëlqejnë fëmija këtu traditat tona që kena, a e vren që ke mujt mja trashëgu këto fëmive? Po, i pëlqejnë shumë, edhe bëj shpesh, ushqim tradicional të Kosovës tonat. Për shembull, çka kështu është diçka që e lypin fëmija më shpesh? E dojnë pite, pasol, flijat e kështu. Po du me kalu pak edhe të hobijët, me përmen pak kështu, po si fillim po du me të pyet, ku e ke marti, ku e ke trashëgu këta? E kam pak edhe në familje, se nana ka ditë mirë me vizatu, po mendoj që e kam prej nanës. Ti a ke trashëgu të dikush tjetër? Fëmija mi vizatojnë, po tash për shkak se merren me gjëra tjera.
Zatimin përpara kur kanë qenë si ma tri, ma fëmijë, po. Po, kështu tira e vrenë që kanë pasion ose që ju pëlqen. Po të dëtë e kanë trashëgu, dëtë din me vzatu mirë, po kanë edhe tjerë hobi. Qysh ndodhe që e kuptove veten që mundesh me vizatu me të dyja durt në të njëjtën kohë? Kjo ka qenë rastisht ku e kam lëndu dorën edhe pas pak kohe kam ndi mungesën e vzatimit edhe kom fillu me dorën e majt në mënyrë spontane kur e kam pa fëmija që vzatimi që e kom vzatu me dorën e majt është sikur me ka qenë kështu kur e kom pa sikur me e kom krahasu me djathtën është ka qenë ashtu edhe më kam pyet mam vzato me qysh i shkon ide e mirë me vzatu me dy durt. Edhe tani ma sa kohë e morët i vendimin që me dalë me vizatu me të dyja durt? Kom fillu se një herë kom pasë në gips, pas pak kohë, pas do javësh, kam fillu me dy durt. Edhe qysh ke, çfarë ndjenje ke për ty me posedu një talent që nashta rrallë kosh mundet me pas. Unë për vete nuk është që kam një dikun tjetër që mundet me vizatu me dorë dhe me kam. E kom një vetën shumë mirë në atë moment kur kom fillu me dy durt me vizatu. Normal që i nevojitet njerit shumë koncentrim, po kur kom fillu atëre, për mu ka qenë si lloj meditimi. Sa të merr kohë me vizatu një vizatim me një dorë edhe sa të merr kohë me vizatu një vizatim me të dyja durt? Unë jam shumë kritike në punë teme edhe kur të vizatoj portretin unë nevojitën 2 javë ditë. Çka vizaton kështu ma me qef? Çka të pëlqen ty me vizatu ma me qef? Unë pëlqen më shumë të fytyrat e njerëzve me A i vizaton a i kanë kështu për shembull fëmin, bashkëshorten, ose dikujna ke bona herë në i dhurat, kështu me vizatu ata ose në i sen? Po, i kom vizatu dhe familjarët, po më shumë të i vizatoj prominentat, për shembull Rihanën, Marilyn Monroe. Ku menon ti me mri me artin tanë? Çka menon me mri? Unë e kam vetëm si hobi artin. Më pëlqen kur të vizatoj e një vetën mirë. Tash se vete unë e pash edhe ndëgjova dhe prej teje në të njëjtën kohë të ma potencu që ti nuk vizaton veç me dur, po edhe me kom. Po me kom qysh linde, ka janë nisi me kom. Kjo ka qenë vetëm e rastishme, vetëm e kom provu me kom, ka funksionu, tani e kom vazhdu. Ças kanë thonë kështu familjar? Për shembull, sa është e kënaqet nona që ti e ke trashëgu pasionin e saj ose artin prej saj? I pëlqen gëzohet, normal që gëzohet edhe i pëlqen stili jam që i vizatimit. Kush është përkraja jote më e madhe? Kush përkra mas shumë ti? Normal, familja ngusht, familja e gjerë, po mendoj shoku, fëmija. Kështu, a ndodh në herë, kanë thonë fëmija me ja u kry në i punem, në i kujna ose në i sen? Ose kanë pasur në shkollë me vizatu, nuk kanë arrit nështë me vizatu vetë, tani kanë thonë hajtë mama po na kryjnë të qëta. S'm kujtohet. Ma shumë për shembull nëse ka pas një portret një shokut, po. A mendon që me artin kishe mujt me jetu në Kosovë? Për shembull nëse ishe mirë me art, edhe kishe pas tamam sikur profesion, sikur punë, a mendon që kishe mujt me jetu, me a dal prej tina me jetu? Unë e shoh artin si hobi. E punoj një punë tjetër që nuk ka kur gjatë përbashkët me artin. Sa i përket me jetu në Kosovë, jeta është në Kosovë shumë e mirë, menoj, mirë po na jena atje integru, fëmija më shkojnë në shkollë, e kam punën e rregull, gjithashtu edhe shoku e ka. Ti natë kena pa që ke qenë edhe në për televizione, edhe në për portalet e ndryshme në Gjermani, qysh kanë prezentu atje, qysh shokojnë për ta që një shqiptare me arrit me pas një pasion të tillë, ose një hobi të tillë? Unë vizatoj pak ma ndryshe, pasi që vizatoj me dur dhe me kam njëjtën kohë, mediat gjermane kanë qenë kurrështare dhe kam qenë musafire në disa formate gjermane. Ata kanë qenë kurrështar edhe më kanë ftu. Talenti jam ju ka dokt shumë i pazakon, kështu që... Çka kishe vizatu për neve ti sot? Unë muj me vizatu me dy dur, dy ftyra. 2 ftyra. Okej, kështu që për pak, dhe sa na bëhem gati. Një me dorën e djathtë, një të majtë. Dhe sot bëhem gati, pra edhe për shumë se qysh vizaton me të dyja durt në të njëjtën kohë.
Tubo, tubo. Tupo, tubo. Tubo, tubo. Tupo, tubo. Tubo. Tubo, tubo. Tupo, tubo. Tubo, tubo. Tupo, tubo. Tubo, tubo. Tubo, tubo. Tupo, tubo. Tubo, tubo. Tupo, tubo. Tubo, tubo. Tubo, tubo. Tupo, tubo. Tubo, tubo. Tupo, tubo. Për ndryshe e kuptova që do të më maj qetësi sa je të vizatu te a. Gjatë vizatimit, më byen shumë koncentrim, nëse vizatoj me dy dur. A ndodh në herë për mos me të lënë me folë të shtëpia thojnë merr vizata? Jo. Jo, së ndodhë. S'të thojnë, a? A janë produktet ndryshe atje në Gjermani, për shembull këto që vizaton, a janë të njëjta si kur këtu në Kosovë? Kanë, do më thonë, lopsat për që janë taman për artist, apo i përdore... Sa janë të kushtueshme për shembull? Po, kushtojnë, po më pëlqen hobi edhe i siguroj. Garant ty kur të blen dikush dhurata, të blen çështë lapca, fleta, piktura. Po, më bajnë dhurata fëmija, mas shumë të fëmija bloka për vizatim, lapsa, se e din që më pëlqen, i du. A më në dhe kështu sa lapsa e ki në shpe? A ki qatë shumë sa nuk e dënë sa ki? Jo, as shumë s'kam, veç i kam për shembull që kam nevojitet. Përmene pjesën e trurit. Për shembull, a të ka thonë dikush ndaj specialist ose ki ndaj shok ndaj shoqe që është doktor ose diçka, ka thonë që mundet më kon edhe që kjo. Vetëm do më thonë sipas njohurive të mia personale. Super. Jo. Në përveç do donë shumë koncentrim. Po bre. Se për ndryshe, nëse s'koncentrohen atëherë nuk më del qysh du unë. Për me dy dur është një ngarkesë ma e madhe. Unë e shpjegoj ngarkesa, ma për mua është një më bën më një mirë, më pëlqen. Ty të pëlqen? Po. A më përpara vizaton a e bën ai sport? Kohën e ndoj në shumë aktivitete. Mas shumë të pëlqen me vizatu, tani edhe kur të kam kohë të lirë, i bëj pak sport. Normal më nevojitet shumë kohë, vetëm desha pak me demonstru teknikën, me dy dur që është vizatajt njëjtën kohë. Apo na tregon dhe çdo qysh arrite, çka arrite me bo? Oho. Të më thonë nuk o ka dalën që ky stype që ti syne, a? Qështu do më thonë nuk dalojnë pikturat e tua, të dyja doken të njëjta. Po, vetëm do më thonë janë dy portretet ndryshme. Super, faleminderit shumë, se mu me të shky laps në dorë, për marrë edhe në një laps. Po, që shunive gjatë kohës si kitu vizatu, se nështë të të karon me ndru ambient, edhe në të kompengu të folë, të të bo pyetje gjatë kohës, po që shunive deri sa e përfundohet. Kjo ka qenë provoja ime para, intervista në gjuhën shqipe, në gjuhën time të nanës. Ka qenë një ndjenë shumë e mirë, faleminderit shumë. Kur kum vizatu e kum një vetën shumë rahat, qetë ma ka jek stresin. A është hera po që tu hek stresit të vizatuat, ka ndodhë edhe në rast tjetër, në paraqitjet e tua të tjera? Edhe në performatet gjermane, kur kam marrë pjesë, për atë moment kur kam fillu me vizatu, si me dy dur, ose me dur edhe me kam, atëre ku mendu që jam vetëm, e kum harru publikon, i kum harru krejt tjerat, atëre mu ka jek stresi. A kështë dashur dikush prej fëmijëve me pas çështu që shetu e botë artin, do të thonë me shku me marr pjesë në edicione të ndryshme, me dal pak me tregu me shfaq, a ndoshta e po të më mojt vesh për veti. Se cili njeri ka diçka të bukur brenda, edhe mundet me shpreh në mënyrë të pazakontë. Fëmija e mi kanë tjera prioritete, ata e kanë drejtën vetë me zgjedhë çka ata e njën vetën mirë. Kështu që na falenderojna shumë që ti sot je kanë me neve, edhe ke ndarë një pjesë tjetës tane me neve, me na tregu se për me unë mëra me thonë shumë shpesh, po nuk kam pa hala njëri që vizaton me dy dur, me një dikush edhe nuk dhe me vizatu mirë, lema me të dyjat, kështu që shumë faleminderit që i kanë sot, inshallah ty shprinë e mara edhe arrin që të ku ti ki që vetë me arrit.
Faleminderit shumë për ftesën edhe për ty gjitha të mirat. Faleminderit shumë. To që miqtë e gazetës dëmës mu me që laps në dorë, po s'ka golle se moj kujtim prej Selvetës, kështu që shemi të shtunën e ardhshme, tung tung. Tupo, tupo, tupo. Tupo, tupo. Tupo, tupo. Tupo, tupo. Tupo, tupo.